Por çfarë ndodhi me Jeffrey Epstein në burg? U vra apo u vetvra? Mëngjesin e datës 10 gusht 2019, para se hetimët të përfundonin dhe çështja të shkonte në gjyq dhe para se viktimat të përballeshin me të në sallën e gjyqit, Epstein u gjeti i vdekur në qelinë e tij të burgut federal në Manhattan. Autoritetet thanë se ai u gjeti pa jetë në qelinë e tij në qendrën metropolitane të paraburgimit në Manhattan, një nga burgjet federale më të sigurta në SBA. Autoritetet njoftuan se ai ishte gjetur i varur në shtratën e qelisë dhe pak orë më vonë vdekja u shpall zyrtarisht si vetvrasje. Por që në orët e para versioni zyrtar u vun seriozisht në dyshim, pasi Epstein ishte vendosur në mbikëqyrje speciale për rrezik vetvrasje, por kjo mas ishte hequr vetëm disa ditë më parë. Natën e vdekjes ai nuk ishte shok qelie, ndonse rregullat e burgut parashikon të kundërtën për të burgosurit me rrezik të lartë. Rojet e burgut nuk kryen kontrollet e detyrueshme për çdo 30 minuta siç kërkonte protokolli. U zbulua se 2 rojet përgjegjës për sektorin kishin fjetur dhe kishin falsifikuar regjistrat e kontrollit. Nga ana tjetër, kamerat e sigurisë që mbulonin korridorin përpara qelisë së Epstein nuk funksiononin në momentin kritik, ose thënë ndryshe, nuk kishin regjistruar për disa sekonda se kush hyri kush doli nga ajo qeli, që mendohet që ka qenë edhe koha kur ai ka ndruar jetë. Pra kjo është pika më e errët, pasi më vonë u thanë se kopjet të rezervë të pamjeve të burgut federal ishin dëmtuar ose mungonin. Kjo krijoi bindje publike se një dështim kaq i madh teknik në një burg federal është jashtë normales. Por këto dështime u shkarkua drejtori i burgut, 2 rojet u proceduan penalisht, por më vonë u pushua hetimin ndaj tyre dhe me marrëveshje dhe Departamenti i Drejtësisë pranoi zyrtarisht se kishte pasur dështime serioze procedurale në atë institucion federal. Veç këtyre dhe raportet mjekëligjore u kontestuan, pasi autopsia zyrtare shpalli vdekjen si vetvrasje. Nga ana tjetër, patologët të pavarur thanë se disa dëmtime në qafë nuk ishin të zakonshëm dhe nuk mund vinin si pasojë e vetvrasjes. Këto kundërshti u shqyrën me dyshimet se vërteta nuk ishte zbardhur plotësisht. Të gjitha këto që ditën e parë sollën reagime të mëdha. Politikanë nga të dy krahët kërkuan hetim të pavarur dhe transparencë totale. Mediat amerikane dhe ndërkombëtare folën për dështim historik të sistemit të drejtësisë. Publiku ngriti dyshime se Epstein nuk duhet të vdiste para se të fliste, për shkak të njohjeve të tij me figura të fuqishme. Konspiracionistët e rrjeteve sociale dhe medjave janë të bindur që Epstein është vrarë dhe nuk është vetvrarë, por deri sot ende nuk kemi një raport që provon këto dyshime.